Kështu dhe familja nuk na injektoi fare, sepse ata ateist. Por, thash që unë e kërkova Zotin në situatë vështirë, sepse nuk dija ku të mbahesha. Atëherë Zoti që ekziston, pavarësisht se ne nuk ndalojmë të mendojmë se Zoti ekziston, sepse gjithçka që është rreth nesh asgjë nuk është nga hiçi, atëherë Zoti shfaqet, mu shfaq në formën e tij dhe jo vetëm më nxori nga ai batak, nga ai si them, nga ajo vështirësi e pa kalueshme nga ana njerëzore, por ai më tregoi veten e vet, më tregoi që është një Zot i dashur dhe aq më tepër unë si i ri isha shumë i njohitës ndaj Zotit, sepse ai dëshoi gjithë jetën time dhe vendosa që ti shërbej sipas mundësisë që kisha. Unë isha atëherë student në Akademinë e Arteve, domethënë për skulpturë. Është lidhje psikologjike kjo? Jo, është reale. Dhe do të them që thash do t'i shërbej Zotit me mundësinë që kam, me talentin që kam.